një perimetër shumë i madh dhe i fortë sigurie për shkak të protestës së paralajmëruar nga ana e qytetarëve. Është i gjithë perimetri i rrethuar me gardh, janë forca të shumta të policisë, FNSH-ja gjithashtu ka zbarkuar përpara dyerve të kuvendit ditën e sotme, ndërsa qendra qytetare janë bashkuar sërish ditën e sotme për të protestuar. Le t'i ndiqim pak thirrjet e tyre në këtë moment. Janë këto pamje të drejtë për drejta që vinë para parlamentit, i cili është izoluar ditën e sotme nga forcat e policisë dhe gardit metalik për të lejuar qytetarët për të depërtuar në ambientet e brendshme të kuvendit, një seancë e cila pritet të nisë rreth orës 12, ndërsa pozicionimi i qytetarëve përkon pikërisht me mbërritjen e deputetëve në kuvend ditën e sotme, ku do të diskutohen projekte të reja. Ndiqim pak fjalën e tyre. Ta marrë në stadion.
Për drejta që vinë në këto momente nga protesta përpara parlamentit, protestuesit janë duke vijuar thirrjet e tyre për largimin e kryeministrit Rama, ndër të tjera ata janë duke rritur qeveri e krimit, deputet që nuk na përfaqësoni, janë qytetarë të indinjuar nga sjellja e policisë, gjithashtu shpeshherë kanë komunikime me këta të fundit, ndiqim pak komunikimet e qytetarëve me efektivët. Ogen, blokoj rrugën. Blokoje!
Janë të pamjet e drejt për drejta nga protesta që përmbahet në këtë çaste. Parlamenti i Krimit është ajo që kanë bërritur qytetarët. Poshtë Rosianët është një tjetër thirrje, deputet që nuk na përfaqësoni, janë thirrje të shumta të cilat artikulohen ditën e sotme. Poshtë Rosianët! Erdha! Majta Zavodjaka. Siç duket edhe në këtë pamje, qytetarët janë duke shpërndar vezë, sa duket, pra protestuesit kanë të njëjtën qasje që kanë patur në protestën e shkuar përpara parlamentit, ku sa herë që nuk ka patur një përballje me deputetet, ata kanë gjuajtur me vezë automjetet e deputetëve të cilët janë larguar në fshehtësi për të mos u përballur me qytetarët dhe për të mos dëgjuar problematikat dhe kërkesat e tyre. Do të kujtojmë që perimetri sigurisë i vendosur ditën e sotme është shumë i lartë se sa ajo e ditëve të shkuara. Janë përgatitur le themi për nisjen e seancës plenare që do të nisë vetëm për 35 minuta. Janë të zima. Zimet dhe më
Ze kamerën që ka shpem neve. Kamerën nga neve. Ka edhe ti! Ja ku e floni, flo, ja! Ja ku e ke! Ka edhe kalamaj! Atëherë, jemi duke ndjekur protestën e cila është duke vijuar sërish me të njëjtat ritme, ka pasur edhe qytetarë të cilët janë bashkuar gjatë momenteve që nga nisja e saj e deri më tani. Duhet të rikujtojmë që janë shpërndar pak minuta më herët vezë, të cilat janë gjithashtu të shkruara me emrat e deputetëve të parlamentit dhe me thirrje të ndryshme. Pra ka patur diçka të shkruar pothuajse në të gjitha vezët që janë shpërndar për qytetarët, janë duke pritur që të ketë një përballje le të themi me deputetët. Duhet të rikujtojmë që përballja me deputetët e qeverisë nuk ka qenë shumë e duhur nëse i referohemi në mënyrë se si janë pritur edhe qytetarët, janë pritur me arrogancë, një pjesë e mirë e tyre i kanë injoruar, ndërsa qytetarët janë detyruar që t'i gjuajnë me vezë. Fakti nëse i referohemi herës fundit të protestës që është zhvilluar përpara seancës plenare në Kubon. Mirë, në të momentin e do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi me një pas pak. Qëndroni me ne.
në drejtim të automjetit të deputetit, një deputeti që është futur në ambientet e brendshme të kuvendit, ndërkohë që pritet që për pak minuta të nisë edhe seanca zyrtarisht, pra në orën 12 është parashikuar që të nisë edhe debati në kuvend, ndërkohë nga ana tjetër thirrjet janë të shumta ditën e sotme, jemi duke ndjekur dy kënde, pra ana tjetër nga zona e Toptanit, pjesa anësore e kuvendit, ku po futen deputetët, të cilët janë njoftuar për prezencën e qytetarëve të cilët janë duke protestuar, ka një perimetër sigurie të vendosur në këto momente. Ja edhe automjetet e deputetëve që po hynë në kuvend. Pra është ana tjetër ku është futur ku është përdorur për të futur pra deputetët, duke marrë parasysh edhe protestat masive të qytetarëve dhe herë në fundit që është krijuar një kaos në dyert e kuvendit. Janë qytetarë të shumë të cilët janë bashkuar protestës edhe ditën e sotme, kujtojmë që edhe pasditën orën 19:00 do të ketë një tjetër protestë në Kuraj Qytet, pra në sheshin përpara kryeministrisë. Duhet të kujtojmë që është dita 51 e rezistencës së qytetarëve. Ata kishin njoftuar këtë protestë edhe përpara parlamentit, duke marrë parasysh edhe tentativat e vazhdueshme të qytetarëve për të përballur me deputetët e mazhorancës, të cilët sipas tyre janë ata që nuk na përfaqësojnë. Ka patur një dhunë jo proporcionale të efektivëve të policisë krahas qytetarëve në protestën e shkuar përpara parlamentit. Ne kemi dokumentuar një pjesë mirë të tyre. Ka qenë kolegu Klajdi Bolli, i cili ka arritur të filmojë një moment të shoqërimit në komisariat të një qytetari i cili ishte duke protestuar nga 6 efektiv policie, ndërsa gjithashtu ka qenë edhe rasti i shoqëruesit Ulsi Banjës, i cili ka shoqëruar dhe ka dhënë urdhër efektivët policisë për të shoqëruar dhunshëm një qytetar i cili ishte duke protestuar dhe shoqëruar pikërisht nga ambientet e një barje aty pranë. Może gdzieś po pierwszej? Co? Co tam użyje? 25%. Ma mirë bimo, zglasëm. Apa e nesë nuk keq. Ma 20 e qërë. Të përmeni të? Mas me durë. Pa qimo! Pa Martin! I desa e murë herë të rëmë. Pa Martin! Shi vëmë! Janë këto pamje që vinë në këto momente nga hyrja e deputetëve të mazhorancës në anën e majt të kuvendit, pra atje ku nuk ka prezencë të qytetarëve për shkak të perimetrit të krijuar, ndërkohë nga ana tjetër janë qytetarët të shumë të cilët janë duke pritur që të ketë një mundësi kontakti, le të themi, me këtë të fundit. Ka dhe të tjetër, nga e qanke, nga të dronë, ka dhe të tjetër, nga nuk me e të kujta, a që mujta. Nga dhe të dronë, jo mund ka mërë këtë me pak. Ika i sërdolidhja, ika. A që në? Nga nga sipë. Bidona datë e të uqikom. Erdi makinë. Ja, është duke u qelluar me vezë në këto momente në drejtim të automjetit të një prej deputetëve që është futur në kuvend. Dhe ti, po ki qipën pra parat nga dronit. Dhe më kuri ka dhe shështë jam të gjore. Dronin në ngrefë. Ngrefë ato, që të ka dhe përke. Jo më ngrijet, më shumë në dzë.
Nuk e pra, transmetuesi. Po njëtë është ndaj. Hajde futëm një, hajde. Hajde, një futëm këso doqe. Hajde një, hajde futëm këso, një futëm këso. Vem cá, vai esperar o fascista. Janë këto pamje që jemi duke përcjell në këto momente, duke në forcat shumëta policie të cilat janë në këto qaste përpara kuvendit, ka nisur që të vinë në kuvend, pra në oborrin e parlamentit janë futur disa automjete të deputetëve, të cilat kanë nisur të goditen me vezë, deputetë të shitur, deputetë që nuk na përfaqësojnë qeveria e krimit, kanë qenë disa prej thirrjeve të qytetarëve, e Rama i jepet dorëheqjen. Ja duket në këtë momente edhe një përfaqësi tjetër deputetëve që janë duke futur në anën e parlamentit tek zona e Toptanit, mbrapa Toptanit, pra duke marrë parasysh edhe prezencën e madhe të qytetarëve të cilët janë angazhuar ditën e sotme për një tjetër qëndres në këtë seancë plenare, e cila pritet të nisë për rreth 14 minuta, pra më pak se çerek ore do të jetë edhe nisja e seancës plenare ditën e sotme. Deputetët e opozitës gjithashtu nuk do të jenë ditën e sotme në kuvend nga informacione që kemi, por nëpërmjet kolegëve në vijim do të marrim më shumë informacione se do të ketë apo jo një përfaqësi të tyre. Mungesa e deputetëve të opozitës në parlamentin shqiptar për zhvillimet e fundit ka qenë pikërisht për faktin se mazhoranca nuk ka pranuar mocionin me debat për protestat e qytetarëve, të cilat janë zhvilluar për 51 ditësh tashmë në kryeqytet dhe edhe në vende të tjera të Europës. Kujtojmë që ne kemi përcjell shpeshherë protesta të diasporës në qytetet europiane. Të shohim se si do të vijojë ditën e sotme, ka patur edhe komunikime të qytetarëve me efektivët e policisë të cilët janë të indignuar për mënyrën se si ata kanë reaguar gjatë protestave të fundit. Dhuna jo proporcionale e ushtruar nga ana e efektivët të policisë ka bërë që të ketë reagime të forta edhe të qytetarëve dhe që të ketë pa diskutim edhe një masivitet prezence për zhvilluar protestat e radhës. Siç duket në këtë pamje, ka edhe një autobot me ujë në zonën e Toptanit për t'ju kundërpërgjigjur kam përshtypjen reagimit të qytetarëve, nëse do të ketë apo jo kaos dhe tensione të cilat mund të zhvillohen nga momenti në moment. Bravo. Chega essa quadra. Ponta. Nossa, é a única que foi uma boa. Retira.
Një tjetër goditje me vezë tek një automjet I një debuteti I cili ka kaluar në çast në ambientet e kuvendit, një pjesë e mirë tyre janë të futur me automjete tek zona ku janë protestuesit dhe një pjesë tjetër janë të futur nga ana e Toptanit në këmbë, siç duket edhe në këtë pamje. Kemi ndjekur kështu edhe zhvillimet nga kuvendi dhe protesta që përmbahet jashtë ambienteve të saj në pritje të deputetëve për të qenë pjesë e kuvendit. Ndërkohë në këtë çast do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe rikthehemi pas pak, qëndroni me ne. Sot ekzistojnë 10 produkte që premtojnë zgjidhje për shëndetin e kockave dhe nyjeve, por pikërisht për këtë arsye, për shumë njerëz bëhet gjithnjë më vështirë të kuptojnë se cilin produkt duhet të zgjedhin dhe ku qëndron realisht diferenca mes tyre. Në një treg të mbushur me oferta, dallimi nuk bëhet nga premtimet, por nga përbërja, standardet e prodhimit dhe serioziteti I formulimit. 60 vjeç, kam 45 vjeç që bëj punë të rënda. Këto kohët e funit nuk po ngresha dot nga krevati, nga dhimi gjunësh, dhimi kyçesh. E thashë po paralizohem. Takova një shok dhe më rekomandoi te Oso. Me këtë kam gjetë qetësi, kam gjetë karar. 99% jam liru nga dhimbjet e kyçeve, nga dhimbjet e këmbëve. Nuk kam asnjë qetësi më. Dal punoj, hypi biçikletës, shkoj edhe për peshk. Unë me këtë ilaç kam gjetë darmon, kam gjetë karar. Jo sugjeroj të gjithëve. Ky është ilaç shumë I mirë. Oso. Gjatë kërkimit për produktet që mbështesin shëndetin e nyjeve, u krijua një formulë re, inovative dhe fuqishme. Oso. Ajo që e veçon këtë formulë është fakti se është ndërtuar mbi përbërës të studiuar dhe të standardizuar sipas kërkesave të Bashkimit Evropian, duke kombinuar elemente të rëndësishëm për strukturën dhe funksionimin e kyçeve. Prandaj,
Pas viteve të kërkimeve të pandalshme dhe testimeve intensive nga mjekë dhe laborator të specializuar, u krijua OSO, një formulë e re edhe më fuqishme për lehtësimin më të shpejtë dhe më efektiv të dhimbjeve dhe përqetësimin e inflamacionit të trup. OSO përmban kompleksin unik për të provuar klinikisht kurkumin C3 me 95% kurkuminoide bioaktive të 3 llojeve. Përveç kompleksit kurkumin C3, në përbërje gjenden glukozamina dhe MSM, të njohura për mbështetjen e strukturës së nyjeve dhe për lehtësimin e lëvizjes, duke ofruar një efekt antiinflamator 4 herë më të fuqishëm. Telefononi tani dhe porosisni OSO me një çmim promocional për vetëm 2.990 lek. Por prisni, në rast se porosisni tani, do të përfitoni 2 paketa me çmim promocional vetëm 4.990 lek. Po, e dëgjuat sakt. 2 paketime vetëm 4.990 lek. Transporti deri në adresën tuaj është falas. Këtë verë, emocionet më të nxehta të planetit ndizen këtu, në Tri. Bëuni gati për momentin që e pret gjithë bota. FIFA World Cup 2026. Falas për çdo abonent. Dhe ky është vetëm fillimi. Histori që frymëzojnë. Seriale që ndezin imagjinatën. Botë magjike për më të vegjëlit. Dhe dokumentar që ju çojnë më lart. Nga fusha e blertë te magjia e ekranit të madh. Kjo verë ka vetëm një destinacion. Përfito 10.000 lekuje në paketat 12 mujore Extra Plus. Tring, gjithmonë në ty. Produkte janë falas, tek dyqani jonë Meri, hapur produkte shtëpie të 100 hektare Emerald te Kati-1 e janë të shohim ormuri për shtëpin falas, kuti për të prerë sallatën falas, mbules për tavolinën falas, vazo lulesh falas, sandale falas. Ky promocion vlen deri në përfundim të zatisë, kështu që klientë të dashur ju mirpresin të bëni blerjet tuaja tek dyqani jonë Meri, tek produkte shtëpie tek 100 hektare Emerald te Kati-1. Ditë ka ritmin e saj, por për shkak të dhimbjes në dhëntjes së këmbëve nga venat varikoze ose ndryshe varicet, ritmi bie. Mbani ritmin me Lioton Gel. Për shkak të përqendrimit optimal të heparinës, vepron në 3 mënyra të ndryshme. Sjell lehtësim, redukton ëndjen dhe u jep komfort këmbëve tuaja, si dhe ofron ndjesi freskie të këndshme. Lioton Gel. Përshëndet. Njësë vetëm për pak minuta tashmë edhe seanca plenare në Kuvend, ku ka prezencë të deputetëve të mazhorancës, duke qenë se opozita nuk do të jetë pjesë e seancës ditën e sotme. Do të kem kolegen Fiona Çela për të na dhënë detaje më të hollësishme në lidhje me të gjitha këto zhvillime. Fiona, përshëndes. Të përshëndes edhe unë Neda, ashtu sikur se kemi ndjekur edhe nga pamjet e drejt për drejta të transmetuara në syri televizion që në nisje të kësaj proteste në orët e para të mëngjesit të sotëm e deri në këto momente një numër i madh protestuesish janë mbledhur për të protestuar pikërisht përpara Kuvendit, aty ku pritet që vetëm për pak minuta të nisë edhe seanca e sotme plenare, sikurse dhe ju e tha, do të jenë vetëm deputetët e mazhorancës të pranishëm dhe në fakt janë këto deputetë që le të themi janë shënjestruar nga ana e protestuesve, të cilët janë vendosur përpara Kuvendit. Vetëm pak minuta më parë ka pasur edhe disa tensione ku protestuesit kanë hedhur vezë dhe shishe ujë në disa makina zyrtare të ministrave, teksa kanë kaluar për të futur
drejt parlamentit. Që prej orës 10:30 qytetarët kanë nisur të grumbullohen përpara kuvendit në shenjë proteste, ndërsa kanë bërë thirrje të vazhdueshme për dorëheqje të kryeministrit Edi Rama dhe largim të qeverisë. Në fakt, thirrje këto të cilat i kemi dëgjuar tashmë prej 50 ditësh në protestat e përditshme që kanë zhvilluar, por protestat, sikur se kemi ndjekur, nuk kanë qenë të përqendruara vetëm tek kryeministria, ku aty padyshim ka qenë përqendrimi kryesor, por kanë qenë të përqendruara edhe në institucionet kryesore të vendit, ndaj të cilave qytetarët thonë se po bëhet padrejtësi. Po ashtu edhe kur ka pasur seanca plenare, qytetarët janë mbledhur përpara kuvendit me thirrje të ndryshme, por gjithashtu kemi dëshmuar të paktën e në protestat e mëparshme kur qytetarët janë mbledhur përpara parlamentit, një dhunë policore që është ushtruar ndaj tyre, teksa ishin duke protestuar dhe duke artikuluar vazhdimisht thirrjen për dorëheqje të kryeministrit Edi Rama, ashtu sikurse po bëjnë edhe në këto momente. Ka pasur tensione, siç e përmenda pak më parë, kur protestuesit kanë qelluar me vezë dhe shishe uji në drejtim të makinave të ministrave. Megjithatë, deri më tani nuk janë shënuar le të themi tensione apo skena të dhunshme siç kemi parë në protestat e mëparshme përpara kryeministrisë. Megjithatë, forca të shumta policie janë të pranishme në zonë, një gardh i madh dhe i gjatë metalik është vendosur përgjatë gjithë territorit të kuvendit të parlamentit, pra është rrethuar me gardh metalik, ndërkohë që edhe autobot janë të pranishëm gjatë gjithë kohës, për autobot pra me ujë që sikurse e kemi parë më herët janë përdorur për të shpërndar protestuesit për t'i larguar ata nga kjo protest. Qartë. Por deri më tani ka pasur më herët edhe përdorim të gazit lotësjellës, por deri më tani kjo është situata sikurse e përshkrova. E qartë. Një tjetër zhvillim që vjen në radhët e Partisë Demokratike, Fiona, që duhet edhe ta saktësojmë, është fakti që momentalisht opozita është në mbledhje grupi, ku do të ketë një vendimmarrje për pjesëmarrje apo jo në seancë. Pra, do të shohim se si do të procedohet, duke marrë parasysh edhe zhvillimet e fundit mes opozitës dhe mazhorancës. Duhet të kujtojmë që ditën e sotme, le themi, ndjenjata e qytetarëve vjen po i njëjtë me ato të ditëve të shkuara, nëse i referohemi seancës së mëparshme kur zhvilluar paralelisht edhe protesta jashtë kuvendit, ndër të tjera ka një numër akoma më të lartë të efektive të policisë ditën e sotme. Forcat e FNSH-s gjithashtu janë angazhuar për ruajtjen e rendit dhe sigurisë të deputetëve të mazhorancës deri në këtë moment, pasi ata kanë mbritur tashmë në kuvend, ndërsa janë krijuar edhe rrugë të posaçme, le themi, në anën e Toptanit, që nuk ka as pak prezencë të qytetarëve, apo jo? Në fakt, hyrja ndytësore pra të parlamentit ka pasur prani protestues pak minuta më parë, por më pas janë larguar, tash janë qëndruar në hyrjen kryesore të kuvendit, aty ku është pra një numër i konsiderueshëm protestuesish, ndërkohë që më herët ka pasur protestues dhe në hyrjen dytësore të parlamentit, por tashmë është bllokuar ajo hyrje nga policia dhe gardhet metalike që janë vendosur rreth e rrotull parlamentit. Megjithatë, forcat e policisë, sikurse e përmenda, janë të shumtë në numër, janë uniformat blu, gjithashtu edhe forca shqiponja që janë të pranishëm, dhe që përveç gardit metalik është bërë edhe ky gard policor për të ndaluar protestuesit që të afrohen më tej në ambientet e kryeministrisë. Shohim teksa godasin sërish me vezë. Është në drejtim të automjeteve në këtë momente? Jo, është në drejtim të ministrave të cilët të deputetëve dhe të ministrave të cilët vjojnë hyrjet e tyre në parlament, teksa për pak minuta pritet të nisë edhe seanca plenare. Janë hedhur në fakt vezët nga një distancë konsiderueshme, duhet thënë, pasi policët nuk i lejojnë që të afrohen. Dhe me njëherë pas
teksa ka hyrje të ministrave, të deputetëve, menjëherë ka edhe një reagim të protestuesve, të cilët me thirrje të vazhdueshme dhe me hedhje të vezëve i kundërpërgjigjen le themi hyrjeve të tyre. Parlamenti i Krimit është thirrja e radhës që ato po drejtojnë, ndërkohë që një numër tjetër protestuesish janë bashkuar me ta, siç e shohim me flamingo në duar, që është njëhet edhe tashmë si simbol i kësaj proteste që prej 50 ditësh po zhvillohet në mënyrë të përditshme. Vijojmë që të jemi përpara parlamentit, teksa për pak minuta do të nisë pra edhe seanca plenare, por qytetarët nuk do të largohen, të paktën kështu janë shprehur, kështu kanë vepruar edhe në seancat e mëparshme, ku kanë qëndruar përgjatë gjithë kohës përpara parlamentit. Më pas do të mbetet të shohim sipas zhvillimeve dhe curisë dhe dinamikës që do të ketë kjo protestë, nëse do të ketë shoqërime, sikurse ka pasur edhe më herët, por gjithashtu edhe tërheqje të dhunshme, kemi parë protestues që tërhiqen zvarr nga ana e policisë. Deri më tani këto skena nuk ka ndodhur. Shpresojmë që të jetë e tillë në një klim paqësore deri në fund dhe të mos ketë lëndim të protestuesve dhe tërheqje të tyre në mënyrë njerëzore, sikurse e kemi parë në protestat e mëparshme. Megjithatë, do të mbetet të shohim se si do të jetë dhe dinamika e protestës së sotme, ndërkohë ju rikujtoj se jo vetëm sot, por edhe më datë 23, kur do të jetë edhe seanca e fundit plenare për parlamentin, do të mbahet një tjetër protest përpara parlamentit nga protestuesit. E qartë. Ndër të tjera, Fiona, a mund themi që ka një lloj angazhimi pak më ndryshe ditën e sotme nga efektivët e policisë, pra janë të shumë në numër, pam pak çast më herët në zonën e Toptani që ka edhe një autobot i cili është vendosur që duar përpara se të niste seanca. Pra ka patur përgatitje të niveleve maksimale ditën e sotme për ruajtjen e sigurisë së deputetëve apo jo? Po, është e vërtet, në fakt e përmenda edhe më herët praninë e autobotit, por jo vetëm edhe të forcave të shtuara të policisë, të cilët janë të pranishëm, uniformat blu, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, gjithashtu edhe shqiponjat janë të pranishëm, është një gardë thues metalik që është vendosur përgjatë gjithë parlamentit, duke rrethuar kështu parlamentin e duke mos lejuar protestuesit për tu afruar pranë kësaj godine, dhe gjithashtu edhe gardë i formuar nga ana e policisë, por ka edhe autobot me ujë që përdoren në rastet kur, sikurse kemi për të shpërndar protestuesit. Nuk dihet ende nëse do të ketë dhe përdorim të gazit lotësjellës apo të sprajt, që më herët janë përdorur dhe për hir të vërtetës shumë protestues kanë shfaqur dhe probleme shëndetësore për shkak të këtyre lëndëve që policia ka hedhur në drejtim të tyre. Gjithato masat janë të ashpra, pothuajse të njëjta, sikurse edhe në protestat e mëparshme, janë pra masa të shtuara për të mbrojtur kështu deputetët dhe ministrat e kësaj, por gjithashtu edhe për të larguar protestuesit dhe për të lejuar të afrohen më tej parlamentit. E qartë. Mirë, të falenderoj shumë Fiona për gjitha këto informacione. Ne do qëndrojmë sërish në komunikim së bashku për të kuptuar më shumë në lidhje me atë se çfarë do të ndodhë jashtë ambienteve të kuvendit. Ndërkohë, në këto momente do të fokusohemi tek ajo çfarë po ndodh në përgatitjet për nisjen e seancës. Do të kem kolegun Kledi Bolli, i cili ka ndjekur zhvillimet paraprake në brendësi të kuvendit. Kledi, përshëndes. Përshëndetje Eneda, atëherë për pak pritet të nisë seanca parlamentare, ndërkohë që ishte parashikuar në orën 12, ndërkohë siç mund ta shikojmë nga këto pamje, me sa duket grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka marrë vendimin për të qenë pjesë e kësaj seance, duke që kemi deputetin Bujar Leskaj dhe deputetin Sajmir Koreshi, të cilët kanë hyrë nga krahu tjetër i hyrjes së parlamentit për të qenë pjesë e kësaj seance parlamentare ditën e sotme, siç e kemi lajmëruar dhe më herët. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike kishte mbledhur grupin për të marrë një vendim, nëse do të ishte
pjesë e kësaj seance ditën e sotme, apo do të bojkotonte si 2 seancat e fundit, çka është bërë kërkesa e Partisë Demokratike për të futur në seancë, për diskutuar dhe për shqyrtuar 5 pika të cilat kanë kërkuar protestuesit, siç mund ta shikojmë nga këto pamje. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike po hyn nga krahu i Toptani drejt godinës së parlamentit dhe me sa duket vendimi është i qartë, do të jenë pjesë e kësaj seance, ndërkohë që siç mund ta shikojmë dhe nga këto pamje, është dhe kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha, zoti Gazmend Bardhi, tashmë të cilët po i drejtohen seancës. Nuk e dim nëse do të kemi një deklaratë për mediat nga zoti Berisha apo nga zoti Bardhi, si kryetari i grupit në lidhje me këtë vendimarrje në një seancë e cila ka disa pika në rendin e ditës, ku janë rreth 12 pika, ku pika e fundit është për diskutime jashtë rendit të ditës dhe janë kryesisht rezoluta për institucionet e drejtësisë në vend, të cilat pritet të diskutohen ditën e sotme dhe të miratohen, ndërkohë që kanë kaluar më parë në komisionet parlamentare. Tashmë Eneda mund ta shikojmë, është zoti Berisha, zoti Bardhi, zoti Strazimiri dhe zoti Noka, të cilët tashmë po i drejtohen sallës së parlamentit dhe me sa duket vendimarrja është e qartë për të qenë pjesë e kësaj seance ditën e sotme. Një mbledhje e cila ka nisur pak minuta para se të niste seanca parlamentare dhe me sa duket vendimi është i qartë, Partia Demokratike do të jetë pjesë e seancës parlamentare ditën e sotme, ndërkohë që me sa duket do të kemi diskutime dhe debate. Janë disa rezoluta, siç e thash, është raporti për Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian për vitin 2025, është rezoluta për avokatin e popullit, rezoluta për Këshillin e lartë gjyqësor, për Këshillin e lartë të prokurorisë, një projekt rezolut për vlerësimin e veprimtarisë së kontrollit të lartë të shtetit, të prokurorisë së përgjithshme dhe të prokurorisë së posaçme. Gjithashtu kemi edhe një rezolut për vlerësimin e veprimtarisë të Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për vitin 2025. Pikërisht të gjitha këto rezoluta do diskutohen në këtë seancë të sotme parlamentare dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të jetë pjesë e këtij diskutimi, ndërkohë Neda, siç mund ta shikojmë dhe nga pamjet, është lajmëruar nga qytetarët dhe nga protestuesit një protestë jashtë ambienteve të parlamentit dhe siç mund ta shikojmë ka masa të shumta sigurie, kemi efektiv të forcave të ndërhyrjes shpejt, kemi efektiv të forcave të rendit, kemi gjithashtu dhe autobotin e ujit të policisë së shtetit, i cili është në hapësirë në rrugën pedonales që çon në hyrjen tjetër të parlamentit të Shqipërisë, ndërkohë siç mund ta shikojmë dhe nga pamjet që do të na mundsoj operatori jon Armand Varfri, kemi dhe prani të forcave të policisë në krahun tjetër, pikërisht në hapësirën në hyrjen kryesore të parlamentit, ku ka efektiv të shumë të forcave të policisë dhe gjithashtu jashtë hyrjes ka dhe prani të forcave të gardës, të cilët merren me sigurimin e hapësirës brenda parlamentit. Siç mund ta shikojmë nga këto pamje, Aneda ka dhe një makinë tjetër ujë në hapësirën në hyrjen kryesore të parlamentit të Shqipërisë, gjithashtu dhe prani të shumë të efektive të policisë, ashtu si dhe në seancën e kaluar. Megjithse qytetarët dhe protestuesit nuk është se kishin lajmëruar protest para parlamentit, policia e Tiranës kishte marrë masat dhe le të themi kishte blinduar zonën, ndërkohë edhe ditën e sotme që është lajmëruar protest. Gjithashtu është lajmëruar protest edhe në seancën e SAE-s, paktën kështu janë shprehur protestuesit, duke pretenduar se pikërisht për shkak të lajmërimit të protestave të tyre dhe kryetari i kuvendit, por dhe mazhoranca socialiste kanë tentuar ta zhvendosin seancën të hënën dhe jo në 23 korrik, megjithatë mbetet për të parë nëse do të kemi një vendimarrje dhe do të kemi një seancë tjetër në 23 korrik. Megjithatë protestuesit kanë lajmëruar që do të jenë sërish para parlamentit edhe nëse do të kemi seancë në 23 korrik. Ka pasur le të themi momente tensioni ku qytetarët dhe protestuesit kanë goditur me vezë, ashtu si dhe në protestat e kaluara
makinat e deputetëve, të ministrave, për të zyrtarëve tjerë, të cilët kanë hyrë në ambientet e parlamentit të Shqipërisë dhe kanë lajmëruar që do të qëndrojnë këtu gjatë gjithë kohës, duke qenë të pranishëm dhe në hyrjen të cilën e pam pak më parë, por dhe në hapësirën ku jemi aktualisht në hyrjen kryesore të parlamentit të Shqipërisë. Mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë dhe neda, se cila do të jetë sjellja e policisë së shtetit. Do të theksojmë që në 2 protestat e kaluara, të cilat janë zhvilluar para parlamentit, policia